dua të them nga sot që një lajm që ne do ta shtyjmë edhe 10 ditë skemën kombëtare për t'i dhënë mundësi fermerëve duke pas parasysh që këto ditët e fundit ne kemi pas një rritje të ndjeshme të aplikimeve që fermerët mbase nuk kanë pas kohën e duhur të aplikojnë apo kanë qenë në punë të tyre dhe duke menduar që në mjet stafit ton të ministrisë ta kalojmë edhe një 10 ditë deri në datën 6 korrik për të pasur fermerët kohën e mjaftueshme të aplikojnë dhe të jenë pjesë e skemës tonë kombëtare. Dhe nga kjo jo vetëm në skemën kombëtare, por edhe ndaj 10% që ne kemi për të grumbulluar faturat e para në 6 orën e parë që ne do të kalojmë në pagesat e tyre, që është një shifër e konsiderueshme që ta bëjmë publike për pak ditë edhe nga sistemi i tatimeve, për të grumbulluar dhe të gjithë faturat fatikisht që janë deri tani të depozituara apo të lidhura nëpërmjet sektorit bujqësor për t'i kaluar ato me pagesa. Pra kemi disa komponent që ne mbështesim bujqësinë, disa komponent që jemi në orientimin e fermerëve se çfarë do të mbjellin dhe si ne duhet t'i orientojmë ata drejt tregut Bashkimit Evropian.